Taulan Seferi ka nisur mjaft mirë këtë sezon në kategorinë e dytë turke me fanellën e Bodrumsporit, duke shënuar me rregullsi për të mbajtur ekipin e tij në zonën që siguron gjitjen në elit. Sot në ndeshjen kundër Vanspor, për sulmuesin e kombëtares shqiptare kanë ardhur golat e radhës. Pas një goditje nga këndi në minutën e 21, ai ja doli të gjuante me kokë për t'i dhënë avantazhin ekipit të tij. Në minutën e 60 erdhi dhe goli i dytë nga sulmuesi kombëtares, i cili mori topin në të majtë dhe pasi shmangu një mbrojtës, goditi duke çuar sferën në rrjet në shtyllën e largët. Këta ishin golet numër 4 dhe 5 në 6 ndeshje për Seferin, i cili kësaj e vendos emrin e tij që tani më shkëlqënuesve më të mirë të këtij kampionati. Vendi i parë i përket për momentin një tjetër futbollisti që ka veshur fanellën e Tiranës në superiore, Florent Hasanit, i cili deri tani ka gjetur 6 herë rrugën e rrjetës.